Allahu Azza wa Jall edhe në atë kohë, edhe në këtë kohë, edhe deri në ditën e fundit i thënë në Kur'an shumë prej pretendimeve të njerëzve që pejgamberët e Zotit më herët kanë qenë disa jahudi e disa të krishterë. Allahu Azza wa Jall na thot: "Ma kana Ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan, walakin kana hanifan muslima, wama kana min al-mushrikin." Ibrahimi alayhi salatu wassalam nuk ka qenë as jahudi e as i krishter, por ka qenë musliman, besimtar i kulluar në natyrshmërinë e pastër monoteiste dhe nuk ka qenë prej idhujtarëve. Gjithashtu të nderuar vëllezër, Allahu subhanahu wa ta'ala e përmend edhe Isa alayhi salam, që kanë gabuar një pjesë e madhe të krishterëve në raport me besimin ndaj Isës alayhis salam, duke thënë Allah në Kur'an: "Falamma ahassa Isa minhum al-kufra, qala man ansari ila Allah. Qala al-hawariyun nahnu ansaru Allah, amanna billahi washhad bi anna muslimun." Tha dhe kur Isa alayhis salam e vërejti në mesin e popullit e tij se i ka kapluar kufri dhe mohimi, atëherë tha: "Kush është ndihmëtari im tek Allahu?" Një pjesë thanë: "Ne jemi shokët dhe ndihmëtar tu për tek Allahu Azza wa Jall, andaj besuam në Allahun e ti dëshmo që ne jemi nga të dorëzuarit në fenë e tij, nga muslimanët." Gjithashtu, të nderuar vëllezër, Allahu Azza wa Jall e përshkruan Nuhun alayhis salam, i cili e proklamoi se është prej besimtarëve musliman, duke thënë: "Wa umirtu an akuna min al-muslimin." Dhe jam urdhëruar që të jem prej të nënshtruarve, prej muslimanëve, pra pjesëtari i Islamit. Gjithashtu, Allahu Azza wa Jall e përshkruan edhe Jusufin alayhis salam, i cili thot: "Tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin." Më bëj o Zoti im që të vdes si musliman dhe më bashko me njerëzit e mirë. E të gjithë pejgamberët e Allahut Azza wa Jall kanë qenë, pra, të gjithë kanë qenë prej muslimanëve. Andaj të nderuar vëllezër, pra, Islami është në nështrim dhe dorëzim ndaj urdhrave të Allahut subhanahu wa ta'ala. Për këtë arsye,